Në një kohë kur qëndrimet e artistëve ndaj Erion Veliajt janë në qendër të debatit publik, një fjalim i ikonës së kinematografisë Guiliem Radoja është rikthyer fuqishëm në vëmendje. Gjatë protestave për mbrojtjen e teatrit kombëtar në korrik të 2019-s, aktori Ndier lëshoi një mesazh të koduar por të drejtë për drejtë për të gjithë ata kolegë që sipas tij sakrifikuan dinjitetin për interesa momentale. Radoja theksonte me dhimbje se si politika arriti të përçante komunitetin e artistëve, duke i bërë thirrje këtyre të fundit të qëndronin larg paktit me djallin. Dikush nga kolegët e mi i tha dikujt, unë shkela mbi dinjitetin tim. Po pse shkela mër mik? Pa ka gjë më të madhe se sa dinjiteti. Se cili prej nesh këtu, kur la faqet në mëngjes, shef vetën dhe thot një fjalë, që bëra dje? Sa dinjitos qesh dje? Pse të bëhen qesharak? Pse të isha qesharak dje dhe të shklasë mbi dinjitetin tim? Për qarë, unë që flasë jam shumë i qetë, jam pensionist, kam 10 vjetë në pension, jam arkti shteti, aj sa mirë. Pse u shite, miku im? Pse u shite, kolegu im? Çfarë pak t'i bëre me djallin ti që shkele mbi dinjitetin? Mirë njerëzor, partistiku, ku është? Unë i them të gjithë kolegëve të mi që kanë mbetur, mos ta politizojmë kauzën tonë. Let në mbështesin partit politike. Ne jemi ne. Teatri është teatr, qytetarët e Tiranës, artëdashësit, simpatizantët e teatrit janë me ne. Në fjalën e tij, aktori bënte thirrje që kauza e teatrit të mbetej e pastër dhe e depolitizuar, duke nënvizuar se teatri u përket qytetarëve dhe ardashësve pavarësisht mbështetjes që mund të ofronin partitë politike. Sot ky fjalim i Guiliem Radojës konsiderohet si një testament moral për integritetin e artistit përballë çdo pushteti.